شفت ياما ناس مناها تعيش العمر جنبك وبرضه ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله ومهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله محمد قلبي عليك صلى طال سؤالي قولي ازاي كده عاش أعيننا حد مش شايفة لو حقيقي هو غالي عليك ارضيه في الجنة تبقى معاه وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله ومهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله محمد قلبي عليك صلى ده أنا زاد في قلبي حنين ودموعي مالية العين طمعان بقالي سنين إني أزور المصطفى مرة Educat Islam.
ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Tani do të fillojmë me liurit nga Ilmihani. Elif e Seqeli, e dim se. E dim se Zoti është Allahu Xheleshanu, libri është Kurani, feja jonë është Islami, Kirbjani është Çadja, ne i pasatës të atërit al-Islam, pra jemi besimtar musliman, elhamdulillah. Hapa Skenderi, çka është imani dhe sa kushte ka? Imani është bindje me mendje, besim në zemër dhe veprimi i asaj që beson. 6 kushtet e imanit janë besimi i Allahut Xheleshanuhu, besimi në melekët e Allahut Xheleshanuhu, besimi në pejgamberët e Allahut Xheleshanuhu, besimi në librat e Allahut Xheleshanuhu, besimi në botën tjetër dhe se ditën e gjykimit është e vërtetë, besimi në qada dhe kaderin e Allahut dhe se mira dhe e keqja do të caktimin e Allahut. Erina Zenderi, me çka e vërteton që Allahu është një i vetëm dhe tregojë cilësitë e Allahut Xheleshanuhu? Ne vërteton nëpërmjet surës Ihlas, thuaj Allahu është një, Allahu është ai që çdo krijesë drejtohet atij për çdo gjë, Allahu nuk ka lindur këll dhe nuk është i lindur dhe me Allahu askush nuk është i barabartë. Cilësitë e Allahut janë 14, 6 janë sifate dhatije dhe 8 janë sifate thubutije. 6 sifate dhatije janë vujud, Allahu ekziston, kidem, Allahu është pa fillim, beka, Allahu është pa varim, vadanie, Allahu ekziston. Muhalefetun lil hafadith, Allahu nuk i përngjan askujt. Qiyam bi nefsihi, Allahu ekziston nga vetiu. 8 sifate thubutije janë hayat i gjallë, ilm i ditur, sem dëgjon gjithçka, basar shet gjithçka, irade me dëshirën e vet bën çdo gjë. Kudret, Allahu është i plot fuqishëm. Kelam flet me të folurit e tij hyjnor dhe tekvin Allahu krijon minval dhe zhduk çdo gjë. Rumejsa Muharemi, tregon çka janë melekët dhe numëroj melekët kryesor. Melekët janë qenje të padukshme, të krijuara nga drita. Asnjëherë nuk gabojnë, por me kënaqësi gjithnjëri krijen të tjera që takton Allahu i lartësuar. Melekët nuk kanë gjini, nuk ushqejnë ushqime sikurse njerëzit. Me urdhrin e Allahut, melekët mund të transformohen në gjëra materiale, madje të marrin formën e njeriu. Numrin e melekëve e di vetëm Allahu Xheleshanuhu. Melekët kryesor dhe detyrat e tyre. Gjibrili, me lejen e Allahut, uasin shpallin të dërguarve. Mikaili, me lejen e Allahut, kujdeset për furnizimin dhe dukurinë natyrore. Israfili do t'i fryjë 2 herë thurin. Azraili, meleku i vdekës, do t'u marrë shpirtrat njerëzve. Aulona Shaqiri, tregon çka janë
Allahu i lartësuar është shpallët pejgamberëve të cilat ata u përcjellën njerëzve. Këta libra i njohur përballë udhëzime, këshilla dhe detyra fetare, me të cilët Allahu xhaleshanuhu e udhëzoi njerëzimin gjatë historisë. Katër librat e mëdha janë Teurati, i cili u shpall Musa a.s., Zeburi, i cili u shpall Davud a.s., Injili, i cili u shpall Isa a.s., dhe Kurani u shpall Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Beza Mustafa, trego çka është Kurani. Kurani është fjala Allahu xhaleshanuhu që është shpallur Muhamedit a.s. nëpërmjet Gjibrailit a.s. për të udhëzuar njerëzimin drejt lumturisë në këtë botë dhe në botën tjetër. Kurani është libër që në vete ngërthen çështjet e besimit, adhurimit dhe sjelljeve të besimtarëve. Kurani është libër i fundit hyjnor, mësimet e të cilit vazhdojnë deri në ditën e gjykimit. Kurani u ka shpallur Muhamedit a.s. në moshën 14 vjeçare dhe zgjati 23 vite, 13 vite në Mekë dhe 10 vite në Medinë. Kurani ka 30 xuza, 114 sure dhe 6136 ajete. Medina Ismaili, trego çka është pejgamber dhe sa pejgamber ka dërguar Allahu xhaleshanuhu. Pejgamberët e njerëzit janë vjedhur nga Allahu xhaleshanuhu. Të gjithë pejgamberët kanë qenë burra. Pejgamberi nuk ka pasur. Arsyet i di vetëm Allahu xhaleshanuhu. Në Kur'an përmenden 25 pejgamberë. Për 3 të tjerë ka mendime se janë evlia, 5 se janë ulul azmi. Sifatet e cilësitë e pejgamberëve janë sidq, të drejtët të sigurta, emanet të besueshëm, fetanet të mençur dhe të zgjuar, ismet të pagabueshëm, teblig kuptues i shpalljes. 25 pejgamberë që përmenden në Kur'an janë Adem, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Jakub, Yusuf, Shuaib, Eyub, Dhulkifl, Harun, Davud, Suleiman, Ilyas, Eliesa, Zekiria, Yahya, Isa. Për Uzejrin, Luqmanin dhe Dhulkarejni thonë se janë emlia. 5 pejgamberët ulul azmi janë Nuhu a.s., Ibrahimi a.s., Musa a.s., Isau a.s. dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Zehra Memeshi, trego çka është besimi në ditën e gjykimit. Dita e fundit është çasti kur kjo botë me lejen e Allahu xhaleshanuhu do të shkatërrohet. Të gjithë njerëzit dhe krijesat do të vdesin. Më vonë sërish me lejen e Allahut do të ringjallën në botën tjetër. Dita e gjykimit është momenti kur krijuesi do të jap leje për të filluar jetën e mshueshme. Atë ditë të gjithë njerëzit do të ringjallën me shpirtin dhe trupin. Dhe çdo njeri do të prezantojë veprimet e tyre, qofshin ato të mira apo ato të këqija, dhe kështu do të gjykojë me drejtësi absolute. Xheneti është një realitet në ahiret ku të gjithë besimtarët do të shpërblehen me mirësinë e Zotit sipas meritave. Xhenemi është një realitet në ahiret ku të gjithë mëkatarët do të ndëshkohen për shkak të mosbesimit dhe veprimeve të këqija. Isra Namizi, trego çka është besimi në qadar dhe kaderin e Allahu xhaleshanuhu. Besimi se gjithçka që ndodh mirë apo keq ndodh me caktimin e Allahut xhaleshanuhu. Andaj besimtari kur gëzon mirësi falenderon Allah, ndërsa kur e godet diçka e keqe i duron sepse di që është për Allah. Do vite besim në qadar dhe kader. Njeriu që beson në qadar dhe kaderin e Allahut xhaleshanuhu beson se asnjë gjë nuk bie pa lejen e Allahut xhaleshanuhu. Është i vetëdijshëm se Allahu xhaleshanuhu di çdo vepër që ai kryen dhe e di se Allahu xhaleshanuhu ka krijuar çdo gjë në një sistem të caktuar. Alejna Ramizi, trego çka është Islami dhe sa kushte ka Islami. Fjala Islami do të thotë paqe në shtime dhe dobëzim. Islami do të kupton bindje vullnetare dhe Allahu xhaleshanuhu me mendim, me ndjekje dhe me zemër. Islami është emri i fesë së vërtetë. Islami është emri i fesë të vërtetë ku Allahu u apëton dhe pejgamberëve dhe përmes tyre u adhuroi njerëzve. Të gjithë ata që besojnë në fenë e Islamit quhen musliman, ndërsa ato që në përpikmëri i kryen detyrat e tyre fetare quhen mu'minë besimtar. Kushtet e Islamit janë shahadeti, namazi, agjërimi, zakati dhe haxhi. Shëngjila Elmazi, trego cilat janë burimet e shariatit dhe çka është mukelef. Burimet e njerëzve të fesë islame janë 4: Kurani, Suneti, Xhami, Kiasi. Mukelef është personi i ngarkuar me përgjegjësi fetare. Njeriu që gëzon shëndet të plotë me dorë që ka në fazën e figurisë nga kjo moshë besimtari duhet të krijojë obligimet fetare për të cilat shpërblet, kurse mos me këtyren e tij dhe shkollë. Aisha Tullahi, trego çka është abdesi dhe sa farze ka. Abdesi është pastrimi i veçantë i muslimanëve me ujë të pastërt. Marrja e abdesit është parakusht për kryerjen e shumë adhurimeve. Farset e abdesit janë
katër. Ato janë larja e fytyrës, larja e duarve me gjithë krahët deri mbi përry, përkimi i kokës në mes dhe larja e këmbëve deri mbi nyje. Përmendi disa nga sunetet e abdesit. Në fillim të themi bismillah, shpërlarja e kohës, shpërlarja e mundëve, përfërkimi i veshve, çdo gjymtyr të lahet nga 3 herë dhe çdo gjymtyr të fillohet nga ana e djathtë. Me ditën Ramadani, tregon çka e prish abdesin. Abdesin e prish, kryerja e nevojës fiziologjike, dalja e qepit apo e gjakut nga ndonjë pjesë e trupit, të qeshërit me zënë namaz, të fjeturit, të vjellurit me gojën plot, alivanosja ose të rënje të fikët. Ardita Zëndeli, tregon se çka është gusli dhe sa kushte ka. Gusli është një pastrim i veçantë fetar me të cilin nënkupton larjen e tërë trupit, pa mbetur asnjë pjesë e trupit pa lagur. Gusli ka 3 farze, ato janë shpërlarja e gojës, shpërlarja e mundës dhe larja e tërë trupit. Suhejb Rexhepi, tregon farzat e tejmumit dhe kur lejohet të merret tejmum. Tejmumi ka 3 farze, vendosja, bërja e mjekit. Lëshimi i shuplakave në dhe të pastër dhe fërkimi i fytyrës. Lëshimi i shuplakave në dhe të pastër dhe me dorën e majtë fërkojmë krahun e djathtë dhe me dorën e djathtë fërkojmë krahun e majtë. Tejmum lejohet të merret në këtë rast, kur gjatë një kohe namazi kemi mungesë uji, kur kemi mungesë ujë për pirje apo për përgatitjen e ushqimit, kur nuk mundi ose nuk guxojmë të përdorim ujë për shkaqe shëndetësore. Sulejman Rexhepi, tregon çka është namazi dhe kush e ka obligim namazin. Namazi është shtylla kryesore dhe bazamenti i fesë islame. Namazi është ura lidhëse mes robit dhe Allahut të lartësuar. Dhe është shenjë falënderimi për mirësitë e panumërta të kësaj bote dhe shkallë kryesor që ndan të shkrimën në botën e pafundme. Namazin e ka obligim çdo muslimani i cili ka erdhur në moshën e pjekullues, bulugë dhe shëshëtos fuqishëm. Hamza Mustafa, tregon sa kohë të namazit kemi dhe rekatet e tyre. Kemi 5 kohë të namazit, sabahu 3 rekat, ikindija, akşamın yatsıya. Sabahu ka 4 rekat, disinet dhe farz, 3 ka 10 rekat, 4 sinet, 4 farz dhe disinet e fundit. Ikindija ka 8 rekat, 4 sinet, 4 farz. Akşami ka 5 rekat, 3 farz, disinet dhe yatsıya ka 13 rekat, 4 sinet, 4 farz, disinet e fundit dhe 3 salat e vitrit. Ekrem Çelebi, tregon sa kushte ka namazi. Namazi gjithsej ka 12 kushte, ato janë 6 përstejnë në namaz dhe 6 përstejnë në namaz. 6 përstejnë në namaz janë marrja e abdesit, të jeti pastër trupi, rroba dhe vendi ku do të falemi, të mbulohet aureti për meshkujt për kërthizën në gjunjë, kurse për femrat i tërë trupi përveç fytyrës dhe duarve, drejtimi ka kibla, namazit të kryet në kohë të caktuar dhe bërja e mjekut. 6 përstejnë në namaz janë tekbiri fillestar, qëndrimi në këmbë, leximi i Kuranit, përkulja në ruku, rënja në sejdë dhe qëndrimi ulur në fund të namazit. Elham Rakibi, tregon sa kohë ndalohet të falet namazi. Ndalohet të falet namazi në 3 kohë. Gjatë rritjes së diellit derisa të zbardhë në 30-40 minuta. Përderisa dielli është në kupën të diellit, zëritve gjatë perëndimit të diellit para namazit të akşamit. Sufjan Mustafa, tregon sa lloje të namazit kemi. Kemi 3 lloje namazit, namaz fars, namaz vacib dhe namaz sunet. Namaz fars në 5 kohë të namazit gjallitës, namazi xhumas dhe namazi xhenazës, namaz vacib në namazi i bayramit dhe namazi i vitrit, namaz sunet në të gjitha namazet tjera, që nuk janë fars dhe vacib. Musa për Ramadani, tregon çka është sehvi sejdja dhe nëse rastet bëhet sehvi sejdë. Sehvi sejdja është përmesimi nga mikret të vacilë gjatë faljes së namazit. Sehvi sejdja bëhet në 3 raste. Kur fillojmë ndonjë fars, kur fillojmë ndonjë vacib dhe kur lëshojmë ndonjë vacib kënd nuk e plotëson. Besian Ustemi, tregon çka është namazi xumas. Namazi i xumas është fars shumë i rëndësishëm javor, i cili ka rregulla të veçanta dhe falet ditën e premte në kohën e namazit të drekës. Namazi i xumas ka 10 rekat, 4 sinet, 2 fars dhe 4 sinet të fundit. Pastaj falen 4 fars të drekës së fundit edhe 2 sinet të asaj kohe. Ubejt Hasani, tregon çka është namazi i xhenazës. Falen namazet të xhenazës është farz kifare, farz kolektiv, nëse një grup njerëz se falen namazet të një xhenazë të tjerë liron nga ky obligim. Namazi i xhenazës nuk ka rekate për ka tekbir. Marrë shqiptimi i tekbirit është për imami po shumë dhe për xhamatin. Nëse nuk e shqipton tekbirin nuk e kemi të plot namazin e xhenazës. Tani do të dëgjojmë një ilahi.
shpirtin e freskon, forcën dhe imanin, jetën me gaton. Është libër pa të metë, i shpallur nga Perëndia, pa të jetë as është jetë, e di të mbar njerëzia. Tani do të fillojmë me suret. Rabbi yasir, wa la tu'assir, Rabbi tamin bil khairin amin. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. التحيات لله وصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد وإياك وإليك نسعى ونفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار مليك. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابدون ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Falënderimet nga zemra të takoj ty, o i madhi Allah. Ty të falenderoj, prej teje ndihmë, falje, mëshirë, udhëzim e shpëtim kërkoj. Të falenderoj nga zemra, o Zoti plotfuqishëm që na bëre pjesëtar të fesë së vetme e pranuar fesë islame. Të falenderoj me sinqeritetin më të madh që na bëre të mundur të jemi pjesë e ummetit më të dalluar Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Gjithë bashku i dërgojmë selamat Muhammedit alaihi salam, familjes së tij, shokëve dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në kiamet. O Zoti plotfuqishëm, i lutemi me madhërisë tënde që të na japësh të mira në këtë dhe në botën tjetër. O Zoti plotfuqishëm, i lutemi madhërisë tënde që gjitha veprat tona të hajrit, fjalët e mira të i pranosh me mëshirën tënde të pakufishme. O Zoti plotfuqishëm, i lutemi madhërisë tënde që në zemrat tona të na e forcosh imanin. Nëse në zemrat tona ka dyftësi e mendjemadhësi, të lutemi o i madhrishëm, pastroje dhe largoj nga zemrat tona. O Zoti plotfuqishëm, i lutemi madhërisë tënde gjithë ata që shkuan para nesh, varët e tyre t'u apësh bakë që xheneti.
O Zot të gjithë të sëmurit që kanë probleme me shëndetin e tyre, jep ju ilaç me shërim ja Rab. O Zot i plot fuqishëm, në këtë ditë gëzimi, ditë xhumaje, për prindërit, për fëmijët, për mualimin dhe gjithë fshatin bojar, të lutem o Zot lutjet tona sot mos na i kthe prapë ja Rab. O Zot, këta prindër që fëmijët e tyre i drejtuan në mekteb, mualimin i cili dha maksimumin dhe kontributin e tij për t'u mësuar leximin e Kuranit dhe çështjet elementare të fesë islame dhe këtyre fëmijëve, o Zot të lutemi, u jep të mirë në këtë dhe në botën tjetër. Fëmijët të cilët e mësuan fjalën tënde ja Rab, u bën të dashur dhe u mundso që të jetojnë në fjalën tënde ja Rab. O Zot i ruaj nga çdo e keqe, nga çdo bela, nga tres. O Zot këta fëmijë dhe fëmijët musliman i bën të sjellshëm, i bën të dobishëm, i bën të përgjithshëm, i bën të dobishëm për prindërit e tyre, për familjen e tyre dhe rreth ku jetojnë. O Zot të lutemi, mualimit jep shpërblim sepse ai u mësoi Kur'anin dhe çështjet elementare të fesë islame. Prandaj o Zot të lutemi, në këtë ditë xumaje, lutjet tona me të cilat i drejtohemi madhërisë tënde, mos na i kthe prapë. O Zot mëshirues, kërkoj ndihmën tënde që në këtë jetë të jetojmë me dinjitet e të vdesim me shahadet. O Zot në ditën e llogarisë, atë ditë kur do të peshohen veprat tona, mos na turpëro, por në hijen tënde na vëndo e me mëshirën tënde na gjiko. Regjistrin e veprave tona na jep nga e djathta e jo nga e majta. O Zot të lutemi na tako me Muhamedit alayhis salam. Na mëso që të pijmë ujin e Keutherit nga dora e Muhamedit alayhis salam. O Zot na mëso sa më shpejt të kalojmë urën e Siratit. O Zot mos na tako me xhehenemin, të gjithëve na e bën të mush me xhennetul firdausi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi. Fillimisht falënderojmë Allahun xhallahu xhallahu për vazhdimisht dhe pandal, ashtu siç janë vazhdueshme dhe pandalshme mirësinë begatit Allahut të nesh. Lërsa salat dhe selam i dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe gjithë pasuesve të rrugës pejgamberit deri në ditën e Kiametit. Ne falënderojmë Allahun xhallahu xhallahu çdo herë, po edhe sot falënderojmë Allahun xhallahu xhallahu pas një pune 10 vjet e gjimës afër 3 vite në mekteb. Mirë po, sot Allahu xhallahu xhallahu na i mundësoi që ta kurorëzojmë me duan e hatmit. Unë lus Allahu xhallahu xhallahu që fëmijëve Allahu xhallahu xhallahu t'u japë shëndet. Inshallah Allahu xhallahu xhallahu t'u mundsojë pasi e kanë mësu fjallën Allahu xhallahu xhallahu, gjithmonë të jetojnë me fjallën Allahu dhe të punojnë suazat të fjallës Allahu xhallahu xhallahu. Unë nuk do të flas vetëm një falëndrim në emrin tim të këshillit dhe xhamatit, falënderojmë miftiun e Shkupit, doktor Kenan Efendi Ismailin, së bashku me operativën e miftinisë, të cilët kanë ndajtë këto që të vinë sot dhe të ndajnë këtë gëzim bashkërisht me ne. Edhe pse e dim se miftiu ka angazhimet e veta, ka detyrat e veta, mirë po gjeti kohë që t'jetë se sot prezent dhe në emrin tim dhe xhamatit këshillit e falënderojmë pa mas. Po edhe një falëndrim tjetër për mua si muallim, nga se elhamdulillah sot mektebet të cilat janë në miftinin e Shkupit janë mektebet të unifikuara. Nga se deri para disa viteve, çdo kush punojte me elifat të cilat vishin nga shoqata të ndryshme, nga njerëz të ndryshme. Mirë po, në kontributin të cilin e dha miftiu dhe të gjithë bashkëpunëtorët e tij, tani kemi një elif të unifikuar. Përveç kësaj edhe ilmihali është i njëjtë të gjithë mektebet. Të gjithë mësojnë një ilmihal, të gjithë mektebet e Shkupit. Mirë po tash kohën e fundit, elhamdulillah, edhe texhvidi doli në dritë, mirë po edhe Kur'anat të cilat nxënësit e sosin elifin për dalë në Kur'an, të gjithë e kanë një Kur'an të njëjtë i cili është falas nga miftiu i Shkupit, edhe gjithë operativa. Unë e falenderoj pa mas
për kontributin të cilin e jep inshallah Allahu xhaleshanuhu I jep shëndet, I jep bereqet të tij edhe më tepër të kontribuoje për gjeneratat e ardhshme. Tash miftiu I nderuar do t'i ndahet certifikatat për nxënësit, ndërsa fjalimin e tij do ta kete në hutbën e xhumas inshallah. Alena Ramizi. Ardita Zendeli. Aisha Atullahi. Aulona Shakiri. Beyza Mustafa. Erina Zendeli. Elife Zachiri. Isra Ramizi. Hamide Ismail. Hava Skanderi. Medina Ismaili. Romesa Moharem. Shinjile Elmazi. Medina Ramadan. Zahra Memishi. Suhaib Rajabi. Suleiman Rajabi. Sufyan Mustafa. Hamza Mustafa. Ekrem Çelebi. Besyan Rustem. Musab Ramadani. Elham Rakibi. Ubejd Hasani. Si dhe në shenjë respekti për kontributin e dhënë në mbarvaqen e besimit islam në mektebin islamis të fshatit Pojan, udhës së nderuar mualimit Besar Efendi Asimi njohje dhe një libër në anën të nisë shumë. Kalenderimi për punë. Vashtë Allah të jep shëndet dhe shumë gjenerata të tjera të adhe një duar dhe një e shteshni për vepët e juaj.
se të mund një që kanë njohë të pakës qelët, të që në zasat që mund të me këtë. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم Falënderimet ta këtë vetëm Allahu të gjelal, ati që ne dha shpirtin që të jetojmë, ne dha imanin që të mësojmë, ne dha Kur'anin që të mësojmë,
na i dha veshën që të dëgjojmë, na i dha gjymtyrën që të punojmë, na i dha pasurinë që të falenderojmë dhe krijoi xhenetin që Allahu ta takojmë. Allah inshallah të jepë nasib në ya Rabbel Alamin. Salavat për zemër ka për shpirtin e bekuar të mësuesit dhe edukatorit tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, miqt, familjen dhe gjithë ata që të ndjekin dhe do të ndjekin në rrugën e tij deri ditën e gjykimit inshallah. Të nderuar vëllezër, i nderuar i xhamat, të nderuar pranishëm, do të më lejoni të them disa fjalë, jo për të zgjatë, do të jemi shkurt, po as për të thënë diçka që nuk keni dëgjuar deri tash. Nuk keni dëgjuar sepse tani është shumë lehtë që të mirë në mësimet, qofshin në xhaminë tona që janë në numër të mjaftueshëm, qofshin nga hoxhallarët tonë që alhamdulillah me përpikshmëri kryejnë detyrën dhe përcjellin mesazhet xhamatit marrur nga fjala e Allahut dhe mësimet e pejgamberit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nuk do të them diçka ndryshe nga ajo që keni dëgjuar, sepse sot është shumë lehtë të mirët mësimet islame edhe nga rrjetet sociale, sepse vetëm alhamdulillah sot fjalën e Allahut ku xhelal mund ta kemi çdo kush pranë vetes, e ka në xhepin e vet, e ka në shtëpinë e vet dhe nuk jetojmë si në kohrat e kaluara që ka qenë shumë vështirë të dëgjoj fjalën e Allahut xhelal për shkak të rëndësisë. Po e them këtë fjalë sepse dua që këtë këshill time të shkurt sot ta filloj me dua dhe lutje, sepse sot është dita e lutjeve, sot është dita e duave dhe sot është dita e pranimit të tyre nga ana e Allahut xhelal, sepse na mësoi dhe Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Andaj gjithë ne gjatë qëndrimit tonë në xhami bëjmë dua dhe lutje, e duaja jonë sot e përbashkët është që të lutim Allahun xhelal inshallah gjitha gabimet e kaluara që i kemi bërë, Allahu xhelal inshallah dhe magfiret ne bën. Lutim Allahun xhelal inshallah të tashmen tonë që ndonjëherë shpesh tim të habitemi në labirintet e dunjallëkut edhe ta humbim rrugën. Lutim Allahun xhelal o Zot i gjithësisë, ti je mbikëqyrësi jonë, ti je udhëzuesi jonë, andaj në rrugën e drejtë na udhëzoj ya Rabbel Alamin. E nëse jemi në rrugë të drejtë, në këtë rrugë na forcoj ya Rabbel Alamin. Bëjmë dua dhe lutje tek Allahu xhelal, sepse jeta jonë është në dorën e tij. Asa ka më na dhënë leje ai, as do të jetojmë. Atëherë ai kur ke urdhër, edhe ne dorëzohemi Allahu xhelal për të kaluar botën e amshueshme. Andaj lutim Allahu xhelal, asa na ka dhënë leje ai me jetu, të jetojmë me dinjitet si musliman. E kur dalemi nga kjo botë, të ndalemi me iman. E kur të rinjallemi botën e ardhshme, të rinjallemi bashkë me të dashurin e Allahut dhe të dashurin tonë, bashkë me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbel Alamin, amin amin. Të dashur vëllezër, edhe njëherë ti xhamat, edhe njëherë hoxha alimi, khatibi, imami i xhamis, bashkë me hoxhallarët qerë para prak, edhe njëherë këta fëmijë, kjo gjeneratë e re e këtij fshati, të shkoj që ne po vazhdojmë të çojmë në vend emanetin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Unë shpesh në për ceremoni të këtilla e them atë shqetësimin që kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në momentet që ndahej nga kjo botë, ai pejgamberi Allahut që e kishte drejtin tonë më shumë shekujve si do të jetojmë, a do të jetojmë me Islam, a do të jetojmë me Kur'an, a do të jetojmë me Sunet, apo mos vallë nga erdhët e ndryshme që do të frinë, do të largohen ndoshta njerëzit nga rruga e vërtetë dhe nga fjala e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, dhe i shqetësuar me këtë dert, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e la emanet shokëve të vet që ta përcjellë këtë emanet të gjeneratat e reja, duke thënë që u ala emanet gjëra, u ala emanet Kur'anin dhe u ala emanet Sunetin tim, pra fjalën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne sot që së bashku, nga fshati Bojan, nga këta besimtarë të këtij nënqielli, këtij vendi, të këtij trualli, sot themi që së bashku që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam emanetin ja çuan vend. Dhe alhamdulillah, edhe një gjenerat doli që mësoj fjalën e Allahut
pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, inshallah Allahu xhelal ti pranoj. Ne bëjmë dua ti së bashku vëllezër, që Allahu xhelal këtë popull të ruaj dhe ta mbrojë nga kurthat e njerëzve të këqij dhe dushmanëve ja Rabbel Alamin. Lusim Allahu xhelal inshallah ti shpërblej gjithë ata që në çfarëdo forme mundohen të ruajnë dhe të përcjellin fjalën e Allahut te gjeneratat e reja, duke filluar nga mualimi i xhamisë, i cili me përkushtim u angazhua, u lodh për përcjelljen e emanetin e Allahut te gjenerata e re, dhe Allahu xhelal e përzgjodhi atë duke thënë khairukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, ma i miri nga ju është ai i cili e mëson Kur'anin dhe mëson të tjerëve. Elhamdulillah, krahas shumë sfidave të kaluarët, edhe një gjeneral në këto ditë që ne jemi të lirë të përcjellim fjalën e Allahut xhelal, me angazhimin e mualimit u përcov të gjenerata e re, Allahu xhelal inshallah t'ja kompenzoj. Të dashur vëllezër, më pastaj ti së bashku nga hutbeja e kësaj dite të bekuar dhe këtij vendi të bekuar, lutim Allahun xhelal gjithë ata prind, babalare, nëna, të cilët dinë që t'i ruajnë fëmijët e tyre dhe t'i orientojnë për të mësuar fjalën e Allahut xhelal, Allahu inshallah çdo një jetë mendim e gajle ka hajri ka e mira që e kanë, Allahu xhelal inshallah ta plotësoj dhe realizoj. Lutim Allahun xhelal këto lule të cilët sot demonstruan mësimin e fjalës së Allahut xhelal, Allahu t'i mbrojë nga çdo kurrë të kësaj dhunjaje ja Rabbel Alamin. Ti bëj dietar të hajrit e të dobishëm, ti bëj për atyre që ata shohin hajrin, familjet e tyre, pastaj ta shohim hajrin edhe gjithë ne si musliman të vendi ja Rabbel Alamin. Dashur vëllezër, çdo njeri që jeton këtë botë, kur ndoshta mosh patrimoniore, nuk i kujtohet shumë shpesh, por ne themi kur ti kaloj të 40-at, kur ti kaloj të 40-at, fillon edhe të kushtimisht të pjeket, sepse ju e dini që edhe pejgamberia Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam i erdhi moshën 40 vjeçare. Dhe njeriu pas kësaj moshe fillon të rritet fëmijët, fillon ndoshta ngadalë me telashet e familjes, fillojnë të paraqiten smundjet e ndryshme, dikujt tensioni, dikujt sheqeri, dikujt kome, dikujt kria, fillon ngadalë të mendoj që po e harxojmë dunjon, po na harxohet, po shkon, sepse 33 moshën 40 vjeçare shkoj. Nëse e ndojmë jetën, pas asaj që na mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që jeta, jetëgjatësia e ummetit të tij do të jetë dikur mes moshës 60 deri në 70 vjet. E tash Allahu xhelal dikujt që i bën ikram, i jep hedije, që toj pak më tepër, ne themi elhamdulillah. E dikujt që Allahu xhelal ja ka caktuar më herët, sepse jeta nuk është dorën tonë, edhe asoj i themi elhamdulillah. Po kur të arrish një moshën 40 vjeçare, ti 2/3 e ke kalu, 20, 14 edhe sa ka me. Edhe fillon njeriu më pas e moshës mendoje botën e amshueshme. Jo ti se mendon më herë, e mendon ndoshta edhe 20 vjet, edhe 25, 30, po nga angazhimet e kësaj bote që i ka të gjej një punë, të gjej një bashkëshorte, jo të krijoj familje, jo Allah t'ja jep një evlad, jo të zohet me familjinë atij evlad, është i humbur pak në knatësitë e dunjas. Mirë po kur fillon të kaloj një periudhë kohore, njeriu fillon të mendoj çfarë duhet unë tash të bëj për ta fituar ahiretin. Sigur më herët që mendon, ka që abaj unë dikun që ta rregulloj dunjon. A mund ta rregulloj dunjon këtu në vendin tonë, apo duhet ta rregulloj dunjon duke shkuar diku në gurbet, ti përveç i krah, të bëj një punë, jo një punë pap çeka, ti bëj dy. Se një rrobë nuk më del, du t'i rrobë për komoditet. Edhe fillon të lodhet, e po them që kër e kalon një periudhë jetës vetë, jeni dëshmitar gjithë ju që jeni në xhami mbi këtë moshë, filloni të mendoni, a ka ndonjë vepër që duhet bëjmë na, që ta fitojmë botën e amshueshme ku do t'jemi për gjithmonë. Vëllezër, çikit shqetësim, mendim, gajle që e kanë besimtarët tek ti në qielli, e kishin edhe sahabët shumë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ata kishin pejgamberin gjallë. Ata shkonin dhe i drejtoheshin Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe njëri prej tyre shkoi dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, a do të më tregosh në një punë
bëj, se jam I fort, ta bëj se jam I gjallë. Mirë po kjo punë të më shpije mu e ta fitoj xhenetin botën e ardhshme. Kështu ja para tre pyetje, me siguri krejt ne kishim dashur me ditë përgjigjen. Krejt ne të donim ndonjë vepër që duhet bëjmë me çka ta fitojmë botën e ardhshme, ta fitojmë xhenetin. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja na dhiti tre gjëra. Vëllezër, shumë në rasteve ne mendojmë që xheneti është shumë rëndë, nuk fitu. Për xhenet duhet shumë sakrifiku. Jo, vëllezër, ndonjëherë nëse ja ke bërë traditë vetes në një punë që duket një të imta, por janë të mëdhaja tek Allahu xhelal, vallahi edhe xheneti mund të fitohet. Si Allah përgjigje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shif tre etape hadith. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka folur për vetes vet. Se ka qenë inspiruar nga Allahu xhelal. Çdo përgjigje që e ka dhënë është një përgjigje minore. Sepse e ka thënë Allahu xhelal. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja tha tre punë që ishin shumë lehta për t'i bënë dhe besoj që edhe na kemi shumë lehtë t'i bënë. Për me fitu xhenetin. Pejgamberi alaihi wasallam tha e para. Kur dalesh dhe ta takosh një njeri, jepi selam. A është rëmë? Shumë lehta, vallahi shumë lehta. Kur e shet që e njeh, a besimtar, a musliman, ama ndoshta nuk I shumë Muhammed, a nuk I Muhammed. Kur gjoni ku të kushton ti të fitosh mëshirën e Allahut xhelal, duke I thonë Assalamu alaikum. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam punën e parë që e bën në Medinë, edhe I mëson njerëzit që ti ta bëjnë, është të përhapin selamin, të përhapin mirëqenien, të përhapin të mirën, të përhapin duan mesin e njerëzve. Pra, jo ta kthejmë kokën, jo të bëjnë hidhërimin, jo ta bëjnë shejtanin brenda në barkë dhe në krye, po thjesht ta mundin këtë, duke I thënë njëri tjetrit, Assalamu alaikum, paqja, mëshira, begati, të mirat e Allahut, kofshin te ti o thoje. Kjo do me thonë një selam. Shumë e lehtë. A do me I xhenet? Fillo, piku, pite selam. Ja është e parë. E dyta, kalon në sferën materiale. A do të me I xhenet? Nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti do të ushqesh nevojtarët. Ko nevojë për ushqim, do japish. Tash elhamdulillah jep në afrot Ramazani, Allah I shoh të bëjë nasip gjithë dhe ta prej. Ja Rabbul Alamin. Një begati shumë e madhe nga Allahu xhelal. Ja me ke mundësi të japish ushqim. Je ushqim duke ftuar njerëz në iftar. Je ushqim duke shikuar fshatin tënd, rrethin tënd, familjen tënde, duke mos ta kërku askush. Jo me ta kërku. Jo. Hiç pa ta kërku askush. Vetë ta analizosh kush ka nevojë për Ramazanin që unë t'i shtrit dorën, që ai komoditet ketë kur ta has syfyrën dhe iftarin. Sipas mundësive, shkon edhe e ndihmon. Ja, paza e dytë ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për fitu xhenetin. Edhe e treta, pejgamberi alaihi wasallam tha që ndoshta dikush mund ta bëjë këtë dytën, tha bëhu fjalë ampën. Fjalët ampën. Me njerë kur fol amël. A disit do njerë të na shpesh mod kjo muhabeti, me shumë më pasë shejtana. Mi njerë ta babaja, mi njerë ta ci, edhe t'i këzorë se ta babaja. Po ja I ka humë nga të bajati që ta ka mo. Ma të nësvimi që ta ka mo. Jo me banu fjallë amël. I amël me njerëzit, I amël në fjallor, I amël në komunikim, I amël në bisedë. Mos bambajate, mos në të shmo, mos përfol, mos shpif. Wallahi, nëse gjuhën tonë ki kontrollu për me pas fjalë të ëmbla në mesin e njerëzve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një une I përmendi çdo tre elemente për me hi në xhenet. Allahu te lajë shoh nasip të atë dhe javë. Të dashur vëllezër, nisur nga kjo, Enes bin Malik, Allah qoftë I kënaqur me të, thotë, të dashurit e Allahut janë ata njerëz që nuk lejojnë që zemra e tyre të nxihet. Po e përsëris, të dashurit e Allahut janë ata njerëz, ata robë që nuk lejojnë zemra e tyre të nxihet. Pse nxihet zemra? E keni dëgjuar thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjunahet ta bëjnë pikën në zemër. Edhe se ti nuk pendohesh, vazhdon të bëj gjunahe, ajo pika e zezë fillon të zgjerohet. Edhe gjunahi e drejt gjunahi. Gjuna pas gjunaj deri sa të jetë komplet zemra,
Edhe nëse nuk do të nxihet zemra dhe ti je katëruar i dashur të Allahut, ne e mësim shumë më. Thot njerëzit në rrjetin ku jeton ndajnë dy kategori. Një kategori njerëz që kanë derte, kanë gajle, kanë shqetësime, kanë siklete, edhe një grup njerëzit të cilët kanë komoditet, kanë rehati, kanë bollëk, kanë mesi. Dy kategori. Po mirë, unë i dojnë në dy kategori. Ja për e paramendojnë me jetin dash ku jetoj, se ku jam. Po i dojnë dy kategori. Edhe e shoh që disa njerëz nime kanë siklete të mëdha, shqetësime, gajle, dhe një pjesë elhamdulillah ju ecë puna, ju ecë biznesi, i kanë kushtet e mira, kanë komoditet, kanë shtëpia të mira, kanë kera të mira. E tash unë çka do të bëj që mos të nxjerrë zemra? Unë çka do të bëj? Që zemra të kemi pasur te Allahu. Se begatia, bereqeti, me caktimin e Allahut. Allah dikur i je shumë, e ti ka në sprovot me pak, e ti ka në as pak. Ja sprova nga Allahu xhelal. Po unë që ti qasëm kësaj pune. Në nëzë Malik thot, nëse do një tjetë në dashur të Allahu, e mos u tihen zemra, thot kategorinë e parë që e shihni që kanë gajle e shqetësime, bëri dua tek Allahu xhelal, Allahu t'u falë. Dua për dua. E kje kojshi, e kje të lartë, mos duj në vetën tale, në zemrën tale, mos duj. E ka lidh, ka qenë njëri i keq, Allah e ka dënu, mire ka, inshallah keq e ma keq shko, mos e nxi zemra, se zemra jo të vulloset, jo e ati. Po kthej në anë e kundër, lutë Allahu xhelal. O Allah, ai ka dete, ka gajle, ka sprova, o Allah largoja sprova, o Allah në sërsi së mund shëroje, veç doa për ata. Edhe dyta, po për këto që janë begati, që janë bereqet, këto që janë komoditet, këto që kanë të mira, që unë adhonë Allahu xhelal, për ato që ka me bo? Më mbledh në qëtore, mi apo më abet, mi dhënë avelese, dim si fitonaj, gjimëta t'i ka haram, punon të të forë, mi po më abet ma shpine, me nëzi zemrën, me vullos zemrën, jo vëlloh. Besimtari i mirë, do të në të Malik, bazuar qartë e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për ata i cili ka komoditet, e lutë Allah të xhelal, o Zot, falenderoj ty që i dhon të mira, edhe me halal shtoja të mirat, edhe pa kërko. Qive? E ta sharan me e bon kjo, se kjo, një qelozia hi noti, nuk e le vezvese, nuk e le shetani. Po nëse të shiron zemra jote dhe jetë, atë jetë për pas të ta, në kategoritë e njerëzve i dojnë kështu, edhe dojnë e bëjmë kështu. Të dashur vëllezër, po e relaksoj. Jeta jonë është shumë e shkurtë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu si do të jetoni, ashtu do të vdisni. Ashtu si do të vdisni, ashtu do të ringjalleni. E ne bëjmë dua sot që inshallah të jetojmë me Islam, të vdesim me iman, e të ringjallemi botën ashtë bashkë me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ya rabbal alamin. Lusim Allahu xhelal në rrugën e drejtë na udhëzoj, na zjarmi i xhenemit të na mbroj, gjendë të firdosi nasip të na e bëj, të na mundsoj një jetë me gat me bereqet, e inshallah kur ndajmë nga kjo botë ndajmë me shahadet, duke thënë ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك القادر العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام إلى آخر آية صدق الله. الحمد لله الحمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما للنبي وتكريما لفخامة الشهر شهر صفي وقال الله عز وجل في كتابه الكريم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. O Allah i madhreshëm, e lusim madhrinë tënde sepse ti vetëm që i pranon duat dhe lutjet tona. Andaj duat e këtyre besimtarëve, të buan në këtë Bejtullah, kabul dhe maqbulan ya Rabbal Alamin. Muslimanët kudo që janë botë, në uzrin tokësor nga dora që katara arbitrin na i mbro. E muslimanët në vendin tonë,
në rrugën tënde të drejtë na i drejto, ja Rabbel Alamin. Të përgosërit tanë të pafajshëm na i liro, të vejat dhe jetimat tonë na i streho, të semurët tonë na i shëro, pleqë tanë na i mushiro, prindrit tonë na i gëzo, fëmijët tonë na i udhëzo, e vajzave tonë nderin në andro, ja Rabbel Alamin. Të varfurit tonë me pasuri halal na i pasuro, e të pasur me tonë me pasuri halal, pasurinu ashto, ja Rabbel Alamin. Ga zemra jonë gjelozin e largo, ga mes jonë i natin e dëbo, ga shëqëria jonë kurreqe me e largo, e dashurin me zvete me e shto, ja Rabbel Alamin. Gjunahet tona në këtë botë dhe botën e arshme na i nullo, në qastet e fundit imanin e shpëto, ditën e gjykimin në flamurin la ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah të gjithve në bashko, dhe në Gjennetul Firdaus, bashkë me Muhammed Mustafa, sallallahu alaihi wasallam, në një vend në cakto, ja Rabbel Alamin. آمين 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 الحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين
Thank you.